Dosjet e nxehta janë hapur, dashur shqiptar, e 20 janarit është gati për të dalë në publik këto ditë. Dosja e kombit, rruga e kombit, janë vjedhur miliona e miliona dollar, është gati për arrestimin e tyre. Dosja e 27-ës, dosja e 21 janarit, si që thash, dosja e naftës që u dha sërbëve, piramida, bomba që u hodh dhe gërdec që u vranë fëmijë, vdiqën edhe s'kishin pirë ujë e bukë, pa bukë, zbathur punonin. Si slev në tokën e tyre, në vendin e tyre. Dhe bosat e tyre, spionët sërbë, grek, anti-shqiptar, shëtisin me makina të zeza, kurse atë të mirit që u vranë, s'kishin bukë në shtëpi. Edhe fshati i tyre u dërmua, u prishën shtëpit nga forca e bombave që ranë. Pra, dosjet e nxehta që i quani ju, janë qindra dosje. Dhe të përfundojnë shumë shpejt. Si që thash, këta kërkojnë në atë të quajtur kuvend popullor, se çfarë ka zëvendës kryeministrja, se çfarë ka në dosje. Që edhe spaku nuk i di, të dashur shqiptar. I ka byroja kombëtare ditën që shkon në gjyq, po themun, edhe treni tjetë me vagona, a i dosje kanë këta plirat, këta që u kanë vrarë, këta që u kanë vjedhur. Pra, Amerika është këtu, dashur shqiptar. Amerika është në spak, Amerika është në byron kombëtare, të quajtur në Shqip FBI-a, po i quajnë byro kombëtare. Amerika është kudo, dashur shqiptar njerëzit, në ministri, në polici, në rrugë, në bulevard, e në çdo shtëpi. Për të shpëtuar kombin e Shqipërisë dhe për ta bërë Shqipërinë me kufi natyror. A ka marrë formë të prerë,